Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka bërë një lajmërim mjaft të rëndësishëm ditën e djeshme, duke u bërë thirrje, po themi, qytetarëve amerikanë që jetojnë në Shqipëri, shtetësve amerikanë që jetojnë në Shqipëri, që të kenë kujdes pasi ka dyshime që persona ose grupe të lidhur me Iranin mund godasin opozitën iraniane që ndodhen në Mekë, në Mans. Për folur mbi këtë lajmërim kam të ftuar në një lidhje direkte analistin zotin Lufi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje zotëri Doçi. Zoti Bilali, si e pat këtë lajmërim të fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës? Besoj do të më marr me seriozitet. Besoj që amerikanët kanë informacione, kështu që edhe ambasada në Tiranë ka të rrekur një vërejtje për qytetarët e tyre, por kjo është serioze që ka të bëjë edhe me rrezikun që mund t'ju kanoset jo vetëm mekut iranian në Manza, por mund të jetë fatale edhe për në terminologjinë e goditjes sot kemi interesant dame kolaterale quhen, ku fatkeqësisht psojnë edhe të pafajshmët civil. Besoj që do të kemi kujdes dhe të shoshitim mirë këto informacione, sidomos institucionet e sigurisë, të cilat në një farë mënyrë nga deklaratat e djeshme merren pak si me dilema. Mund të ketë, tash janë dy mundësi. Njëra është goditja nga lartësia, do thot nga territori i Iranit që mund të godet me ndonjë raketë, e cila mund të thënë drejtën me Diago Garcian është ende pasqaruar ai 3900 kilometra, 4000 kilometra largësi nga Irani në aty dhesën në Oqeanin Indian. Si territor britanik kuptohet, është një bazë amerikane atje. Dhe nuk dihet caku dhe shenzimi që mund t'i bëhet ndonjë vendi evropian. Në këtë rast Shqipëria mund të jetë, po them, në lartësi nga sistemi raketor ballistik i Iranit, mund të jetë cak. Tash a mund të jetë një sigjil apo mund të jetë një haber me cilat më duket që dometi i tyre nuk është të precizuar, por ende nuk dihet Irani potencialin a ka mbi 3000 kilometrash. Më duket që 2300-2400 kilometra është vija ajrore. Dikon ato, mos të jem tash të më merr dukush nga kjo shifër që jap, distancë, por mendoj që mund të jetë rreziku i parë ky. I dyti mund të jetë ndonjë akt terrorist i shkaktuar nga lëvizjet brenda, do thot brenda territorit, që besoj që në këtë drejtim organet dhe institucionet e sigurisë së Shqipërisë duhet të kenë informacione dhe duhet të jenë agil në çdo veprim të tillë. A do ketë më të vërtet ndonjë sulm, është vështirë të thuhet. Mund të ketë edhe, mund të them kështu, element të cilët mund të provokojnë, mund të jenë edhe palë jashtë Iranit për të shkaktuar kaos. Zoti Bilali, sa mundësi ka që një sulm i tillë të ndodhë në Shqipëri dhe ai ka kapacitetet Shqipëria që, po themi, tentativa të ndryshme të sulmit nga Irani t'i parandaloj? Janë, mund të them, dy dilema, dy pikpyetje të mëdha. E para me Turqinë pa që goditjet 4 raketa ballistike, me qenë se Irani ka demantuar që nuk janë ardhur nga territori i tyre. Në fillimit duket ka qenë cak një bazë në Kipro, përmes territorit turk, kuptohet që është azhësuar nga mbrojtja kundërajrore e NATO-s.
thon drejtën, për të kaluar një raketë e tillë balistike, qoftë një tipit e cila mund të jetë e destinuar jashtë kuadratit të 2000 kilometrëshit, duhet të kaloj Turqinë, pastaj Greqinë dhe të hyjë në territorin varësisht marshutës së saj, e cila në një farë mënyre mund të jetë të mbrojtur nga sistemi mbrojtjes kundërajrore të NATO-s. Brenda Shqipërisë, sistemi i tillë i vendosur i mbrojtjes kundërajrore duket më i stabilizuar edhe i sforcuar është në Greqi dhe Turqi, kuptohet edhe në Bullgari, ndërsa do thotë kemi një marshutë e cila mund të pengohet deri te goditja. Asgjë nuk duhet të lehet rastësisë, mund të jetë cak i cili mund të ketë pasojë shkatruese, pra të piku godet. Dhe jam i bindur që Shqipëria kapaciteteve të anakën e mbrojtje kundërajrore jemi të dy të një mendimi që është në zero, por çdo herë supozojmë që këtë mund ta zgjesojnë apo eliminojnë forcat e mbrojtjes kundërajrore të NATO-s. Për brenda besoj që mund të ketë informacione, pastaj operativ, e cila kryesisht i ka në vëzhgim dhe në përkujdesje atë bazën Manza, e cila, do them drejtën, në një farë mënyrë ka shkaktuar kokçarje të mëdha dhe pasiguri që nga koha kur janë pranuar ata mujahedin iranian, dhe kjo mendoj që mund të jetë shkaku kryesor i aktivitetit të këtyre grupeve. Kapacitetet e Shqipërisë, sidomos në marrjen e informacione dhe parandalimin në lëvizje toksore të ndonjë aktiviteti, mund të jenë besoj të nivelit, po që se me kohë është marrë ky kërcënim serioz dhe për të analizuar dhe për të vepruar për parandalim. E kam fjalën çdo herë në ndonjë aktivitet terrorist që mund të zhvillohet për brenda territorit shqiptar, në këtë rast mund të jetë kjo pikë, kjo qendër e Mekut apo mund të jetë edhe ndonjë qendër tjetër, meqense Irani Shqipërinë e konsideron se një vend aleat jo vetëm të SBA-ve, por edhe të Izraelit. Dhe kjo edhe rezoluta që është aprovuar në Parlamentin shqiptar, duke cilësuar Iranin si sponsorues të terrorizmit, mund të jetë një plus argument për ndonjë aktivitet goditës të Iranit. Zoti Bilali, në fakt pam që vetëm një ditë pasi ambasada amerikane lajmëroi lidhur me sulme të mundshme në Shqipëri, e dërguara me punë Shqipëri e ambasadës amerikane ishte në aeroportin e Rinasit, ku së bashku me koncesionarin inspektuan dhe pajisje të larta të kontrollit në atë pikë kufitare të pasagjerëve që vinë nga jashtë. E cilat pajisjet, cila këto që kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. A ishte ky dhe një mesazh që shikoj që edhe ndonjë i ardhur që mund vi nga jashtë për të bërë sulme në Shqipëri, nuk është se do e ketë të lehtë këtë kalim? Po, sigurisht, aparaturat dhe teknologjia amerikane, sidomos me ato që kanë të bëjnë me verifikimin të personave që hyjnë në pikat kufitare, në këtë rast aeroporti Renasit është pikë kufitare që vjen nga fluterimet ajrore, mund të ketë implikime të elementeve të ndryshëm, të cilët mund të shfrytëzojnë këtë rast dhe të jenë një lloj proxy, ta quaj kështu, i Iranit. Nuk përjashtohet kjo mundësi, edhe kjo lën për të treguar dhe për të dhënë një shenjë që kjo vizitë përfaqësuese së ambasadës amerikane, nga se ende momentalisht nuk jemi ambasador në disa vende të Ballkanit, po kryesisht janë të ngarkuar
me detyrë, tregon për seriozitetin që mund të ketë e tërë dinamika e ngjarjeve, që mund të përfshijë edhe Shqipërinë me lëvizje të ndryshme. Kuptohet sot bota ka hyrë, mund të them, në atë vorbullin që elemente ndryshëm mund t'i përdorin edhe via toksor, apo në këtë rast edhe komunikacionin ajror, që figura apo element të ndryshëm me prapavi që kanë për qëllim të godasin apo të porositur dhe të trajnuar me misione të caktuara, të hynë edhe përmes aeroportit Aeronasit dhe në Shqipëri, pastaj të godasin në pikat ku i kanë marrë ato detyra. Por do shifet në ditët në vijim që ky pranim amerikan a ka qenë, dhe mund të them, një sinjal i tillë a ka qenë tamam i vërtet, real, apo këto informacione kanë qenë të rreme dhe mund të jenë informata të cilat mund të shërbejnë shërbime të ndryshme. Në këtë situatë çfarë jem në këto luftime, në këtë kohë lufte në lidhjet e mesme, nga se nuk është edhe lartësia e madhe me territorin tonë. Sot në këtë teknologji të lartë 2000 kilometrash në SBA njerëzit kanë vendet e punës 2000 kilometra. Thom drejtë, shkojnë mëngjes dhe ka janë pasdite. Mund të jetë një vijë e cila mund të përdoret dhe në këtë rast Shqipëria do të jetë vigjilente dhe të jetë në alarm për gjitha pikat kufitare, të ketë një regjim, mund të them, më ndryshe të kontrollit, sepse pasojat mund të jenë të mëdha, jo vetëm në aspektin godit, por edhe psikologjik. Pastaj krijohet një kaos për pasigurinë e qytetarëve dhe kjo mund të jetë ajo problematika më e madhe, përpos dëmeve që mund të shkaktohen. Pse nuk kemi një njoftim të ngjashëm sigurie edhe në vende të fqinje të Shqipërisë, siç është Kosova, Maqedonia, Greqia ndoshta, por u zgjodh të ishte vetëm nga ambasada amerikane e Shqipërisë? Po besoj ambasada nuk e ka bërë këtë, ka ndonjë sinjal, ka ndonjë informacion, thë më mirë, drejtën. Kuptohet Shqipëria me rezolutën ka hyrë në një rrugë të vetmit qytet ndoshta në botë që në një farë mënyre ka përkrahur Izraelin. Ta bëjmë një dallim të mes amerikanëve dhe Izraelit në këtë rast, në këtë qasjen me atë rezolutë. Mendoj që kjo, si të them, deklarim i hapt edhe në vendet e Ballkanit, nga se të tjera vende më duket kanë qenë pak a shumë, ta quaj, ma neutrale, apo kanë dije kur vijen e Unionit Evropian, siç është rasti për shembull me Sloveninë, apo edhe me Kroacinë, e cila realisht ka një dualitet në politikën e jashtme mes vijës së presidentit Zoran Milanović dhe Plenkovićit, kryeministit kroat. Serbia në një farë mënyre dihet që ka dëshirë që amerikanët të jenë në pozitë ma të vështirë, përderisa me Izraelin janë, mund të them, deri diku ma miqësor, sepse kanë raporte bukur të mira. Dhe vende tjera, të cilat në një farë mënyre nuk e kanë kapacitetin as të politikën e jashtme dhe si faktor që mund të ndikojnë qoftë në gjeopolitikën, mund të them, evropiane apo botërore, janë element të cilët nuk janë të domosdoshëm apo që luajnë një rol të madh, apo mund të them në këtë rast edhe Shqipëria i hyn në këtë valle, nuk ka kapacitete të cilat mund ndikojnë që lufta edhe të fillojë edhe të mbaroj me zërin e Shqipërisë, aq më tepër
involvimi në këtë luftë, kur dihet që është një luftë që po prek një ndryshim të madh tektonik në gjeopolitikën botërore. Shqipëria nuk është ai faktor, edhe 3 milion shqiptar në Shqipëri apo 1.600.000 në Kosovë, po që se vrarasin tërë ditën rrugëve për të përkrahur një apo palë tjetër, rezultati efekti është zero. Por mendoj që në këtë rast Shqipëria me politikën e saj më duket që është dashur të ketë vite qartë pro-amerikane dhe një qëndrim, mund të them, ma të distancuar nga Izraeli. Nga se në këtë pikë mendoj që duhet dalluar ndonjëherë qeveritë, zërin e popullit dhe qeverinë. Dhe besoj që edhe në shumë vende të botës qeveria nuk është në korrespondencë dhe në vit të njëjtë me atë që do populli. Dhe kjo tash është, mund të them, një tiketë e cila vlen për shumë vende, jo vetëm apo mund të them formule e cila nuk është në vijen e njëjtë me atë çka është interesi i përgjithshëm apo stabiliteti i sigurisë. Hë për hë kemi një vit të tillë e cila evropianët janë shumë të distancuar për qëllime dhe arsye të ndryshme, dhe vendet të cilat janë të parancishme, po them, në politikën botërore apo në marrëdhëniet ndërkombëtare, kur flas çdo herë ka secila ka rëndësinë e vet, por mendoj që fuqia dhe kapaciteti i vendeve të vogla është ose të jenë, çu të them, servil, apo të jenë, mund të them, që luajnë në politikën e jashtme dhën krah për interesat të tyre të cilat mendojnë që të jesh afër të fortit mund të përfitojsh edhe ti. Zoti Bilali, duhet ju pyes lidhur me disa raportime të mediave ndërkombëtare për një raketë iraniane e cila në fakt ka arritur që të shmangë dhe antiraketat izraelite. Është një raketë iraniane e cila përpara se të godas objektivin, po themi bën një rrotullim për të shmangur antiraketat. Çfarë teknologjia është kjo dhe në çfarë faze të teknologjisë ushtarake ka arritur Irani deri tani? Kjo është tash pyetje jashtëzakonisht interesante, zotëri Doçi. Irani në kapacitet të saj, sidomos nifet me raketën e cila është e pandalshme, të them drejtën, shkrepet rroll, është fatadyshi. 1450 kilometrash, 1500 kilometrash, e cila me sa komparon është që nga starti deri në cakun goditës 4 minuta 20 sekonda. Dërsa kapacitetet të tjera si që janë Karshamer, Kaç dhe Khabar, janë jashtëzakonisht edhe këtu hynë në këtë domen të raketave balistike që mund të kenë, mund të them, efektin në lëvizje dhe manovrim hipersonik. Pastaj sigjili, dhe mund të konsideruohet është edhe një armë e cila është emëruar sipas quhet duket Haxhi Kasam apo Kasam Sulejmanit, i shohëheqit të njësiteve të cilat kanë qenë inteligjente kuç për operim jashtë Iranit, sidomos të proksin e tyre. Është sepse Irani zakonisht ka raketat e tilla i vën sipas liderëve të cilët ose janë vrarë ose vën emra, për shembull Fatahi është pushtuesi, Fateh, sa quaj është në përkthim është pushtuesi. Sigjili po ashtu e ka një kaptin atje një ajeti kuranor, dhe këto pastaj personalitetet të ndryshme, një është Nasrallah, ka bëj me ish liderin e Hezbollahut, i cili është goditur nga forcat e IDF-it izraelit në Liban, Beirut. Por momentalisht është vështirë të thuhet për këtë raketë, se gjili e ka një lëvizje jashtëzakonisht të çuditshme kur është në hapësirë dhe krijon, mund të them, një lloj gjysmëlbere atje i cili në një farë mënyrë rrin një kohë bukur më të gjatë në hapësirë.
Problemi është të kaber 4, kur bombat zbërthyse, ai ta quaj kështu në një farë lloj kaset bombe, me 80 deri 100 cop shpërndahen. Dhe të gjitha këto kanë arritur që të shkaktojnë kokçarje sistemit të mbrojtjes kundërërore të IDF-it izraelit, por edhe amerikan në këtë rast. Dhe Arjon Domi ka problematikën që është për caqet shkurtëra, pastaj Arovi ka efektin pozitiv, po jo të 100%. Ta marrë një shembull, sipas mediumeve izraelite, deri para 2-3 dite janë hedhur, sipas shënimeve të tyre, 2000 Shahed 136. Pastaj kemi të aktivizuar edhe Arash 2, i cili përmban 3 fishin e eksplozivit brenda. Është një dron 2000 kilometrash, është më ngadalë se Shahed 136. Dhe do të thotë 2000 Shahed 136 janë gjuar deri para 2 dite në Izrael. Ndërsa 500 raketa balistike. Po llogarisëm për një moment që të gjitha këto efektin sipas tyre është 10%. 90% janë të shkatruar, do thotë i bën diku 250 caqe në goditur në Izrael. Për drejtën Izraeli është bukur shumë i goditur dhe i shkatruar. Dhe mendoj që një lloj kanceri Izraelit në tërë këtë luftë janë raketat balistike. Dhe kjo tregon që Amerika dhe Izraeli kanë arritur të shkatrojnë mbi tokë Iranin, në potencialin ushtarak, dhe po edhe infrastrukturën tjetër, qoftë edhe energjetike. Mirë, po nër tokë është zero rezultati. Dhe këtu është, mund të them, ai dështimi dhe aja friga, qoftë e Izraelit, qoftë e amerikanëve. Edhe pse Amerika në aspektin gjeografik nuk goditet territori i saj, por bazat e tyre, mund të them, teknologjia e tyre, pastaj kemi edhe goditje të avionëve amerikan, të them drejtën, një AWACS është. Ka pasur ironi nga iranianët të cilët theksonin se një dron 20.000 euro shkatron një avion 1 milion euro. Po, jo, droni, po edhe ajo raket iraniane balistike mund të ketë një krahasuar me AWACS-in. Për llogaritja është 200 deri në 300 milion. Kushton një AWACS. Dhe është shënjestron vëzhgim, navigim 300 objektiva kam fjalën. Dhe kjo mendoj që për të mos ikur te pyetja juaj, mendoj që në aspektin militarist pse nuk munden dhe devijojnë, sepse raketat hipersonike kryesisht e kanë këtë qëllim. Marshuta atyre kur largohet nga pjesa tjetër e trupit e raketës, goditja e kokës së tyre është shumë lëvizë dhe është vështirë që për shembull ta kapin mbrojtja kundërajrore që përmendëm të gjitha tipet që i posedon Izraeli, por edhe kapacitetet amerikane. Dhe kjo mendoj që filozofia e tillë e strategjisë ushtarake të Iranit është për të studiuar. Besoj që do kenë punë në të ardhmen. Inshallah e para përfundo kjo luftë, por do kenë shumë punë për studiues dhe ata që dëshirojnë që në aspektin militarist dhe në qoftë gjeopolitik apo dhe në siguri të kenë temat të doktoraturës. Është vështirë të vihet në një përfundim se si arriti që strategjia e tillë e Iranit, e cila në një doktrinë, meqense misioni është shumë i shkurtër, lidhet me luftën e Kerbelas, që ngaron një masakra që është bërë nga Muaviu në Kerbela ndaj Hasanit dhe Huseinit, dy nipave të Imam Aliut, dhe kjo e tëra në konceptin e flijimit iranian i ka fillet që nga viti 680. Dhe kjo kulturë e tillë, ky mit i tillë i vetflijimit, realisht ka qëndruar në doktrinën ushtarake. Dhe ky është ai problemi që më duket që edhe perëndimorët këtu apo edhe strategët amerikanë kanë pas problem ta dhënë një përfundim të saktë se mund të dilet në krye me një armata, po mund të them me një shoqëri të tillë e cila është edukuar në këtë frymë dhe ka një doktrinë dhe një zhvillim të tillë të metrove, të qyteteve ushtarake nën tokë.
Dhe ky është ai problemi që lufta disi edhe në deklaratën e mbrëmshme të Trumpit në orën 3 të natës sipas kohës sonë, shifet që ai prognozon, meqense Trumpi si Trump deklaratat e tina mund të ndryshojnë nga paradita në pasditë, por 2-3 javë që ardhshëm mendon që do përfundoj luftën, po nuk e di caqet dhe rezultatet që janë arritur. Do thot, është folur për ndryshimin e regjimit, pastaj ka ardhur deri te ajo që të lirohet ngushtica e Hormuzit, dërgimi i forcave në ujëdhesën e Harkut, dhe gjitha këto kanë ndryshuar në ditën në vijim, dhe kështu në çdo ditë në vijim. Dhe kjo mendoj që është një strategji, një opsioni A dhe pa opsion B apo C, e cila realisht pozicionimin në lindje të mesme e sjell më të koklavitur. Do kemi luftë rrept siç është zhvilluar në jugun e Libanit, mes Hezbollah dhe IDF-it izraelit, e cila është një luftë jashtëzakonisht, sepse sistemi goditjet raketore në veriv në Izraelit nga Irani janë jashtëzakonisht të mëdha. Edhe pse nuk ka storje filmike, kuptohet që këtu goditje kanë arritur që Hezbollah ta forcojnë dhe të jetë në dy luftim me forcat e IDF-it jashtëzakonisht efektiv. Por e tëra kjo, në pyetjen e juaj mendoj që sistemi i ajrëndomit dhe kapacitetet të mbrojtjes kundër ajrore izraelite janë në vështirësi të mëdha dhe interceptorët e tyre janë në harxhim. Amerikanët dhe Izraeli kanë para, por për të prodhuar raketat e nuk mundesh të krijesh brenda 24 orëve. Duhet kohë. Dhe ky është ai problemi që më duket janë të shpenzuar. Meqense Irani është në pozicionin jashtëzakonisht të vështirë, mendoj në shkatërrimin e asaj çau bë deri më tani. Po flas çdo herë me atë çau goditur mbi tokë. Nën tokë është problematika që rezultatet nuk janë të dukshme dhe kjo luftë mund të zgjasë ndoshta vështirë të jepet në përfundim i qartë se kur mund të përfundoj. Trumpi nuk përfundon luftën pa atë zërin që ka nis luftën. Ai është Benjamin Netanyahu. Dhe Bilali, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Na si edhe nga ana ime. Kaloni mirë.